se s'po e bin programi që është program. Në rregull është. Por poenta është kështu. Sa ka rëndësi programi kësaj radhe Matoshi? Apo janë duke apo qytetari voton për diçka tjetër? Qytetari ndërgjegjshëm e din që ka me qufmin. Ndoshta me përfundu kush. Qytetari i vetëdijshëm për vendin e tij e din që ka me qufmin shkollë dhe ai kërkon një shkollë, një edukim të mirë për fëmijët e tij. Qytetari ka nevojë për një program ekonomik edhe për financa publike të cilat rriten e nuk shpërndohen të pjesa të votues në fushatat zgjedhore. Nuk janë shpërndarë çmimet, shiko, vetëvendosja ka proklamuar prej 23-të që është rritja ekonomike 5.1. 3.5 në 10 orë 3.6 është inflacioni. Do më honë 100 eurot e 23 sot do më honë janë 60 euro, zoti Shala. Prandaj qytetari ndërgjegjshëm si ti po tishe, më honë duhet me lyp llogari qeverisë qysh po ta merr taksën ty e po jap kategorive kot, që nuk prodhojnë më kur gjë. Qysh po merr bruto, qysh po merr taksën çashtu shpesh ndodh. 100 miliona, me që ato mund me kriju mirëqenie, mund me rrit pogat, mund me bë centralin me gaz, mund me bë Kosovën e re, mund me bë tunele, mund me bë autostrada. Po jo me fal parat në fushata zgjedhore. Dhe jo me minimizu korrupsionin galopant me energji elektrike gati 1 miliard që i ka dhënë Kosova domthonë në çdo 4 vjet, jo me 3 milion të rezervave shtetënore, e jo 100 miliona tjerë që bile as nuk dijen ka hynë shku. As një projekt madhëror. Ju kemi thonë që 4 vjet, thuni 3 projekte madhërore që ju në bo me tokë qytetarëve.